تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ne bi'idhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith të autorit Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, dhe jemi ala do më thonë të libri Kitabu Salah, libri namazit, kapitulli forma e namazit. Dhe jemi të hadithit 224, ku thot autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah: wa rawa an Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه. Ky hadith, i cili transmeton Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu, ku thot se e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kur hynte në namaz, i ngritte duart. I ngritte duart do më thonë duke e bërë do më thonë tekbirin. Dhe i çonte duart në lartësinë ose në nivelin e veshëve. Hiyala udhunej. Në të kaluarën e mësuam do më thonë se i ka quajtur pejgamberi alayhi salatu wassalam do më thonë duart në lartësinë e supeve, kurse këtu në lartësinë e veshëve. Po kjo mundet bashkohet me hadithin që kaloi se majat e gishtave, do më thonë sidomos gishti tregues dhe gishti i mesëm, që ato të jenë do më thonë në lartësinë ose në nivelin e veshëve. Por asnjë farë lloj argument nuk ka dhe asnjë hadith të dobët nuk ekziston që pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka prekur veshët e tij gjatë tekbirit. Edhe te medhepi Hanefi nuk e shohin ata do më thonë prekjen e veshëve. Po, e shohin do më thonë ngritjen e duarve në lartësinë e veshëve. Ngritjen e duarve gjatë tekbirit në lartësinë do më thonë e veshëve, por asesi do më thonë jo prekjen e veshëve. Pastaj tregon Wa'il radiallahu anhu, dhe kjo tregon do më thonë se sahabët ridwanullahi alejhim e përcjellshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë namazit. Do thonë ja përcjellshin lëvizjet, ja përcjellshin çdo gjë gjatë namazit dhe po ashtu edhe jashtë namazit. Edhe gjatë namazit, po edhe jashtë namazit do më thonë e përcjellshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe tregon këtu ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. Pastaj thot Wa'il radiallahu anhu se e vendosi dorën e tij të djathtë mbi dorën e tij të majtë. Dhe do shohim do të thonë në disa transmetime që do vinë pastaj ala sadrihi, do të thonë te gjoksi. Te gjoksi do më thonë aty i vendoste duart pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë e vendoste dorën e djathtë mbi dorën e majtë. Dhe kjo vendosja e dorën e djathtë mbi dorën e majtë ka dy forma. Forma e parë është do më thonë aty ku është do më thonë koci i dorës së majtë, aty vendose do më thonë pjesa plamba do më thonë, ose shuplaka do më thonë e dorës së djathtë, aty vendoset. Ose mënyra tjetër, kjo pjesa do më thonë e dorës së majtë
kocia ku është domethënë kyçi kapet. Do të thonë ka mënyrë kështu, kjo, dhe ka mënyrë domethënë kjo el qabda. Qabdatun është domethënë ta kapish kështu. Edhe të dyja domethënë janë autentike. Dhe thot, falemma arada an yarka'a, kur deshti pejgamberi alayhi salatu wassalam me shku në ruku, i ngrinte duart. Dhe pastaj domethënë në kebbara faraka'a, e bonte tekbirin dhe shkonte në ruku. Pas ngritjes prej ruku, do thonë qëndronte, qetësoheshte në ruku, kur ktheheshte nga rukuja në qiyam, në qëndrim me u drejtu, thoshte pejgamberi alayhi salatu wassalam, semi Allahu limen hamida. Edhe rafa'a yadai, dhe prap këtu i ngrinte duart. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sajada baina kaffay, dhe kur shkonte në sujud, e bonte sejdën mes dy plumbave të tij, do thonë të duarve, mes dy duarve domethënë të tij, e kishte kokën e vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se vendimi i duarve të gjoksi, ose të pozicioni i gjoksit domethënë, ose në atë afërsi aty, është domethënë në hadhi sunna. Është domethënë në prej sunnetit. Ka disa prej dietarëve kanë thonë edhe mbi kërthizës se bën. Dhe bile edhe disa prej dietarëve të tjerë që bazohen në hadithin e Aliut radhiyallahu anhu kanë thonë edhe nër kërthizën. Edhe nër kërthizë se bën domethënë të pozicionohen duartë gjatë qëndrimit në këmbë gjatë namazit. Por Sheikh Zejdi rahimahullah thotë se ky hadithi që aludon për vendosjen e duarve nër kërthizën, është hadith domethënë që përmban dobësi. Kjo është domethënë vlerësimi i Sheikh Zejdit rahimahullah, që thotë domethënë se disa prej dietarëve të el muhaqqiqun, domethënë dietarë që e ndjekin argumentin dhe hulumtojnë prej hulumtuesve, domethënë e kanë vlerësuar se ky hadithi Aliut radhiyallahu anhu në lidhje me lidhjen e duarve nër kërthizë, është hadith domethënë i dobët. Megjithatë, Sheikhu jon Sheikh Arafati hafidhahullah e ka mendimin se lidhja e duarve bëhet nër kërthizë. Edhe këtë çështje e ka argumentuar Sheikhu. Edhe këtë çështje domethënë Sheikhu e ka argumentuar, edhe këtë mendim e ka poshtë edhe Sheikh Salih al-Fauzan hafidhahullah. Prandaj çështja e vendimit të duarve anë gjoks, anë mbi kërthiz, anë nër kërthiz, është çështje domethënë që ka gjërsi, ka hapësirë. Edhe nuk është domethënë prej urtësisë që si pasojë të kësaj çështjes që njerëzit e sunetit domethënë me pas armiqësi ose ta sulmojnë njërin tjetrin. Po ashtu, Sheikh Zejdi rahimahullah thot në lidhje me këtë hadith, se çdo musliman dhe muslimane e kanë për detyrë t'i mësojnë domethënë fjalët që thuhen gjatë namazit dhe veprat që duhet me i vepru. Edhe nëse ka nevojë që ata domethënë të angazhohen dhe t'japin mund të madh dhe të lodhen. Ndoshta dikush e ka për shembull shqiptimin gabim në tekbir, ose në semi Allahu limen hamida, ose në leximin e suratul Fatiha sidomos, atëherë duhet domethënë me bë gjuhd, me bë mund dhe ta'bun, lodhje, që ta mësojsh mirë dhe sakt. Se ajo që është domethënë te ne për me u çudit dhe me u habit, nëse janë çështje të dunjas, jemi shumë të përpikt. Jemi shumë të përpikt dhe shumë precis dhe shumë të zgjuar dhe shumë. Kurse kur vjen puna te feja, atëherë thosh, inshallah, në rregull është. Allahu Rahim. Allahu është i mëshirshëm. Prandaj duhet kemi kujdes, sidomos thot Sheikh Zejdi rahimahullah, në lidhje që është çështja e shtyllave të namazit, obligimeve të namazit,
dhe ato çështje që e anulojnë namazin. Se ndoshta ti vepron ndonjë anulues të namazit, gjatë namazit, dhe prapë ti vazhdon të fal namazin. Pse se ti nuk din, domethënë se e ke prish namazin tënd. Prandaj duhet domethënë, thotë shehu, të kemi kujdes dhe thotë shehu rahimahullah Sheh Zejdi se shërimi domethënë i ignorancës është që muslimanit dhe muslimania të mësojnë domethënë dhe të çranjosin domethënë këtë ignorancë që i ka kapluar. Dhe po ashtu edhe shehu Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah e ka mendimin domethënë se gjatë qëndrimit në namaz, gjatë qiyam, njeriu domethënë i pozicionon duart në gjoksin e tij. Domethënë sipas Sheikh Abadit hafidhahullah, është ky mendimi më i saktë, që më i vendos duart domethënë në te gjoksi. Hoxha Albeni më tha mu se i ka thënë Sheikh Arafatit, po ne për këtë mesele domethënë kena bo luftë që t'i lidhin duart domethënë në gjoks. Tash ti e sjell këtë hulumtim domethënë që bën edhe nër kërfis. Domethënë ne në vendin tonë me Hanefit kena pas dosha përplasje, kena pas domethënë muhabete kështu me radhë, e tash shehu e sjell domethënë hulumtimin e vet, që është hulumtim i mrekullueshëm, edhe thotë se është pisunetit nër kërfis. Barakallahu fikum. Po elhamdulillah kjo tregon domethënë se kemi nevojë për zgjerimin e horizontit. Kjo është. Kemi nevojë për zgjerimin e horizontit dhe njeriu është gjatë gjithë jetës së tij talibul ilm, kërkues i dijes, kërkon domethënë. Si ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah kur e kanë bërë domethënë me një laps dhe me një fletore, ka thënë deri kur ti do ecish me lapse dhe me fletore, ka thënë deri në varr. Do thonë deri në fund jetës. Deri në fund jetës domethënë do vazhdoj në këtë mënyrë. Pastaj hadithi i radhës 225, që është po ashtu nga Wail ibn Hujr radiyallahu anhu qal sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Ala sadrihi, domethënë thot Wail radiyallahu anhu jam falur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo tregon domethënë se ai ka qenë prezent, Wail e ka pa domethënë, e ka pa vet se si pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka pozicionu domethënë dorën e tij të djathtë mbi dorën e tij të majt ku te gjoksi, ala sadrihi. Ala sadrihi. Dikush mundet me thonë që po nëse janë hadithet kaq të qarta, ala sadrihi, si për shembull, këtu ky hadithi i dytë të Wail ibn Hujr radiyallahu anhu, si ka mundësi atëherë me pas khilaf? Si është e mundur? Shkaku i khilafit është në dy çështje. Kuptimi i hadithit, që donjëherë domethënë ndryshon perceptimi dhe shpjegimi i hadithit nga dietar prej dietarëve tjerë, ose hadithi i cili i ka arritur atij dietarit i ka shku, me atë sinxhir që posedon është hadith i dobët. Dhe ai posedon hadithe më të forta, domethënë me sinxhire më të forta, edhe kështu domethënë ai nuk e merr parasysh hadithin ku thuhet domethënë që duhet t'i vendosim duart mbi ose te gjoksin. Prandaj Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah në lidhje me këto mesail ku ka khilaf, ka përpilluar një libër Raf'ul Malam an a'immatil a'lam. Domethënë Raf'ul Malam, largimi ose ngritja e qortimit ndaj dietarëve. Edhe ka përmend aty 10 shkaqe pse një dietar donjëherë mundet domethënë me e kundërshtu hadithin që neve na duket hadithi është i qartë dhe dietarët e kanë klasifikuar si hadith i të saktë. Kjo domethënë Sheikhul Islam rahimahullah e ka shkruar në libër e tillë ku tregon domethënë arsyet se pse një dietar domethënë mundet me kundërshtu donjëherë
hadithin. Pastaj hadithi 226, thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء وثلج والبرد متفق عليه. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes tekbirit fillestar dhe leximi me z kishte domethënë një sektatun, do thonë një heshtje, ku thotë Ebu Hurajra domethënë unë e llogarita si Huneja. Huneja domethënë një periudhë e shkurtër. Një periudhë domethënë e shkurtër ku pejgamberi alayhi salatu wasallam mes tekbirit fillestar dhe leximit të suratul Fatiha qëndronte domethënë në heshtje. Pastaj domethënë fillonte me lexu suratul Fatiha. Ebu Hurajra radiallahu anhu e kishte vrejt këtë gjë. E kishte vrejtur domethënë, edhe i thot pejgamberit alayhi salatu wasallam, qoftë babai dhe nëna ime të flijuar për ty, o i dërguari i Allahut, çka je tu thon ndërmjet tekbirit dhe leximit të Kur'anit. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, unë them, o Allah, më largo nga mëkatet e mia, ashtu si që e ke larguar lindjen nga perëndimi. O Allah, më pastro nga mëkatet ashtu si pastrohet rroba e bardhë nga papastërtitë e saj. O Allah, më la nga mëkatet e mia me ujë, akëll dhe breshër. Kjo është domethënë një lutje që mësuam edhe në mësimin e kaluar, që thuhet domethënë si lutje në fillim të namazit. Do thonë dua el istiftah. Lutja domethënë e hapjes së namazit. Dhe padyshim do thonë kjo është një lutje madhështore. Kjo është një lutje domethënë madhështore që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lutet Allahut subhanahu wa taala me e pastru, me ja largu mëkatet. Edhe khataja janë domethënë e dhunub, janë mëkatet që njeriu i vepron me qëllim ose edhe me ignorancë. Një largim domethënë mes lindjes dhe perëndimit. Dhe i thot, o Allah, më i pastro domethënë, i lutet Allahut për pastrimi nga mëkatet, sikurse si që pastrohet rroba e bardhë nga papastërtitë. Thonë dietarët, pse është përmend këtu rroba e bardhë? Sepse te rroba e bardhë, te petku i bardhë, më së miri duket çdo njoll, çdo papastërti duket. Edhe ashtu mëkatet e njollosin zemrën e njeriut. Prandaj është lutur pejgamberi alayhi salatu wasalam që të pastrohet domethënë nga mëkatet ashtu si që pastrohet domethënë rroba e bardhë nga papastërtitë që e kanë kapluar. Dhe ku qëndron tash lidhja, o Allah, i lutet për me ja larja e mëkateve, me ujë, me akëll dhe breshër. Pse? Thonë dietarët, për shkak se mëkatet shkaktojnë një nxehtësi në njeriu. Dhe po ashtu mëkatet janë shkak për dënimin me zjarr. Atëherë i lutesh te Allahu subhanahu wa taala me të kundërtën e asaj që mëkatet e çojnë njeriu dhe si shkak të jetë pasoja e mëkateve. Zjarri. Atëherë i lutesh domethënë e kundërt, me çka shuhet zjarri? Me ujë, me akëll, me breshër. Kjo domethënë është lutje madhështore që e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Dhe kjo na mëson neve se ato lutjet fillestare në namaz bëhen domethënë në me zë të ulët. Do thonë që mos më i dëgju xhamati. Po secili domethënë i thot vet. Dhe të gjitha këto lutjet, dua el-ad'iya, që janë për istiftah në namaz, janë domethënë sunne. Janë sunnet. Nëse nuk e ke thënë asnjë, sepse ai i cili e falte keq namazin e tij, nuk i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam me lexu domethënë dua el-istiftah. Po me lexu domethënë suratul Fatiha. Që kjo tregon domethënë është mine sunne. Nëse ndodh e haron, nuk e ke thënë, atëherë vazhdon namazin. E vazhdon namazin dhe çdo gjë është domethënë në rregull. Çdo gjë domethënë është në rregull. Pastaj hadithi i radhës thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب متفق عليه. Ubada ibn Samit radiallahu anhu transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: nuk ka namaz për atë njeri i cili nuk e lexon nënën e Kur'anit, bi ummil Kur'an, nënën e Kur'anit, dhe në një rivajet tjetër bi Fatihatil Kitab. Do thonë Fatihatil Kitab, dhe Fatihatil Kitab është quajtur Fatiha për shkak se me atë sure është hapur, është filluar Kur'ani, dhe disa prej dietarëve kanë thënë se me atë sure hapet namazi. Për këto dy arsye domethënë kanë thënë dietarët, është quajtur Fatihatul Kitab, Fatihatul Kitab. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Nuk ka namaz për atë i cili nuk e lexon domethënë në el-Quran. Çështja e leximit të suratul Fatiha është çështje domethënë madhështore. Është mesele domethënë madhështore. Dhe për këtë mesele dietarët domethënë kanë mospajtim të hershëm, siç o thot Imam al-Albani rahimahullah, se këtu prandaj tham domethënë në fillim e përmenda këtë si hyrje, se shkaku pse mundet dikush me kundërshtu hadithin, ose është kuptimi i fjalive në hadith, ose shkaku domethënë a është hadith i sakt ose nuk është i sakt. Këtu për shembull ke germa la salata, nuk ka namaz, la disa prej dietarëve kanë thënë, është qëllimi domethënë la, domethënë li sihha, domethënë për saktësinë e namazit. Domethënë namazi nuk është i sakt, namazi domethënë nuk është domethënë i drejtë. Domethënë i mohohet saktësia e namazit. Disa prej dietarëve kanë thënë, qëllimi këtu që mohohet është për sosmëria e namazit, e jo saktësia. La e nafyun lil kamal. Domethënë këtu i mohohet domethënë çështja e përsosmërisë, e jo çështja domethënë e saktësisë. Edhe si shkaku i kësaj domethënë, si pasojë të kësaj çështjes domethënë kanë mospajtim. Që kështu domethënë Imam Ahmedi rahimahullah dhe Imam Shafi'i rahimahullah, sidomos të çështja e namazin me zë, e shohin domethënë që edhe ai që i cili falet pas imamit, e ka për detyrë, e ka obligim me lexu suratul Fatiha. Mendimi i kundërt i kësaj, siç e thot Imam al-Albani rahimahullah, i total i kundërt domethënë, i mendimit të Imam Ahmedit dhe Imam Shafiut rahimahullah, është mendimi domethënë i Abu Hanifës. Imam Abu Hanifa rahimahullah e ka mendimin domethënë që
ai i cili falet pas imamit në namazin me zë, ose edhe pa zë, nuk e ka për detyrë me lexu suratul Fatiha. Po rrin vetëm në namaz. Prandaj ne çuditemi ka njëherë kur falemi me hanefit në për xhami, ai xhamati, ai menjëherë shkon mas hoxhës, ti do shta suratul Fatiha as gjysmën se ke lexu, ata menjëherë pasojnë. Edhe ti tash po habitesh me vetën tënde, po si ka mundsi ky tjetër as e lexon? Jo, se lexon ai. Prandaj edhe e ndjek. Edhe prandaj atit nuk i duket shpejt do shta. Neve na duket do njerët në reqatin e parë se e falin shpejt. Kurse atit tjetër nuk i duket. Sa i e bon tekbirin edhe lidhet, edhe qëndron. Kur shkon imam në ruku, edhe ai shkon në ruku. Kjo është domethënë e kundërta e mendimit të Imam Shafi'i dhe Imam Ahmedit rahimahullah. Dhe mendimi i tretë është mendimi domethënë i Malikut rahimahullah, që thot domethënë në namazin pa zë e ka për detyrë ai i cili falet pas imamit me lexu, kurse në namazin me zë nuk e ka domethënë për detyrë, por i mjaftohet atij leximi i imamit. Dhe Sheikh Albani rahimullah, që njihet për këtë mendim, edhe ka mbrojt fuqimisht se nuk lexohet suratul Fatiha në namazin me zë, thot se edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimullah e ka thënë, e ka pas këtë mendim dhe ka thënë se ky mendim është mendimi më i drejtë dhe më i saktë. Dhe ajo është domethënë me lexu, domethënë me lexu suratul Fatiha në namazet pa zë dhe mos me lexuar absolutisht në namazet me zë. Dhe thot Sheikh Al-Albani rahimahullah se ky mendim me lexu domethënë në namazet pa zë dhe mos me lexu në namazin kur imami lexon me zë, është mendimi që ka Sheikh Al-Albani rahimullah sipas këndvështrimit së tij, se këtu me këtë mendim i përmbledh njeriu të gjitha argumentet në lidhje me këtë mesele. I përmbledh të gjitha argumentet në lidhje me këtë mesele, dhe thot Sheikh Albani rahimullah dhe prej argumenteve që nuk lexohet suratul Fatiha në namazin me zë, është edhe fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala, wa idha quriya al-Quran fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Kur lexohet Kur'ani, ju dëgjoni atë me vëmendje dhe heshtni, në mënyrë që të fitoni mëshirë. Thotë Sheikh Albani, ky ajet është tekst i prerë nga aludimi i saj përgjithshëm. Dhe ajeti e përmban, i përfshin domethënë, leximi gjatë namazit dhe jashtë namazit. Dhe El Fatiha është pjesë domethënë e namazit dhe pjesë domethënë e El Kur'anit. Prandaj, domethënë gjatë leximit e imamit me zë, atëherë ai që falet pas imamit e dëgjon. Kurse sa i përket hadithit të Ubade ibn Samit, që e përmendëm domethënë, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, nuk ka namaz për atë njeri i cili nuk e lexon domethënë ummil Quran ose Fatihatul Kitab, thotë Sheikh Al-Albani rahimullah, ky hadith është po ashtu hadith i përgjithshëm, por në disa raste është ky hadith i specifikuar. Siç që do shohim domethënë edhe gjatë këtyre haditheve që do i përmendim, një specifikim është, thotë Sheikh Al-Albani rahimullah, nëse një njeri i ka hyrë domethënë i freskët në Islam, sapo ka hyrë në Islam, edhe nuk e din me lexu suratul Fatiha. Atëherë do shohim hadithin se çfarë udhëzime u ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam atyre njerëzve që nuk e din suratul Fatiha. Do thonë ka dhënë një alternativë tjetër, një zavendësim tjetër. Edhe kjo tregon domethënë se ky hadith, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, domethënë specifikohet këtu. Pastaj thotë Sheikh Albani rahimullah, po ashtu domethënë edhe çështja e kapjes së reqatit. Dhe këtë mendim e kanë të 4 imamllarët të medhhepeve, që nëse njeriu hyn në namaz, në ruku, atëherë ka kap namazin. Dhe këtu bazohen te hadithi i Ebi Bekras,
radiallahu anhu, që ka hyrë në namaz dhe i ka gjetë në xhami, domethënë duke qëndruar në ruku dhe ka hyrë domethënë me njëherë në ruku dhe dihet këtu qartë se nuk e ka lexuar ai suratul Fatiha. Ky rast prapë specifikon domethënë. E specifikon domethënë këtë çështje. Dhe po ashtu, Sheikh Al-Albani rahimullah, kur ka folë për këtë mesele, ka thënë se ajo heshtja të qëndruarit e imamit në heshtje pas përfundimit të suratul Fatiha, atë sekta, kjo domethënë nuk ka bazë. Sepse thot hadithi e Ebu Hurejrës, kur i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam, qof babajem dhe nëna ime e flijuar për t'ju i dërguari Allahut, Ebu Hurejra këtu përmend domethënë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka heshtur në fillim të namazit. Edhe prandaj ja ka kërkuar qish i e tu thënë. Nëse do ishte ajo heshtja pas suratul Fatiha, do ja kishte kërkuar prapë këtu. Pse? Çka je tu thënë aty? A je tu thënë diçka, a hesh vetëm thjesht kështu me radhë. Po kjo tregon Sheikh Al-Albani rahimahullah se nuk ka bazë me hesht imami pas suratul Fatiha. Edhe thot Sheikh Al-Albani rahimahullah, po çuditën po ashtu thot, ata që e kërkojnë këtë sektatun, këtë heshtjen e imamit, ata vetë kur falen, kur i prin njerëzit në namaz, nuk e zbatojnë. Bile bëjnë ndoshta nisf e sekta, gjysma e heshtjes, që nuk mjafton domethënë ti ose mu ta lexojnë suratul Fatiha. Edhe po ashtu, Sheikh Albani që i përmend për argumenteve, është se nëse tash i themi ne imamit ndalu ti, që ky mas teje me lexu suratul Fatiha, atëherë përmbyset roli i imamit nga i pasuar i ndjekur në ndjekës. Sa duhet me ndjek atë tjetrin, që me mbaru një suratul Fatiha, pastaj me vazhdu me leximin e tij. Edhe kjo thot Sheikh Albani rahimullah, është domethënë çështje që nuk bën. Pastaj thot Sheikh Al-Albani rahimahullah, se është transmetuar në sahih që pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka kërkuar Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu që t'i lexoj ai atit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'an. Dhe i ka thënë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, a unë të lexoj ty dhe kurse ty të është shpallur? Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka thënë, po, lexo sepse unë dua ta dëgjoj nga dikë tjetër. Thotë Sheikh Albani, pra, ai i cili falet pas imamit, do të ishte më e dobishme për të ta dëgjoj imamin se sa të angazhohet vetë me leximin e Kur'anit. Do ishte më e dobishme. Dhe është një lloj domethënë të shwish, thotë Sheikh Albani rahimullah, është domethënë një lloj pengesë ndaj imamit ose edhe ndaj ata që janë afër atit në saf. Edhe ndaj ata domethënë që janë afër atit në saf. Po ashtu, edhe Sheikh bin Bazi rahimahullah është pyetur nëse imami shkon në ruku dhe une jam duke lexuar suratul Fatiha dhe nuk e kam përfunduar, a të shkoj pas imamit në ruku ose ta përfundoj el Fatiha? Përgjigjja e Sheikh bin Bazi rahimahullah është, nëse s'kam betur nga suratul Fatiha vetëm diçka pak, si një ajet ose dy ajete, atëherë plotësohet. Por nëse ke frikë se ai do të çohet, domethënë prej rukuz në qiyam, atëherë shko edhe ti në ruku dhe bie prej ty ajo që ka mbetur nga suratul Fatiha. Bie. Domethënë ka ra. Thotë Sheikh bin Baz ka ra, domethënë ajo që ka mbetur, do thonë pjesa tjetër nga suratul Fatiha, është thotë Sheikh bin Bazi si shembulli i personit kur hyn në xhami dhe imami është në ruku. Atëherë shkon në ruku dhe bie prej ty el Fatiha. Siç është transmetuar domethënë në Sahih al-Bukhari nga hadithi i Ebi Bekras. Dhe thotë Sheikh bin Bazi, dhe kjo është mendimi i 4 imamëve, se kush e ka rukun e ka reqatin. Po ashtu edhe nëse e ka lexuar
Po ashtu edhe nëse ka lexuar, do të thonë, pjesën e parë të suratul Fatiha, pjesën e parë, vetëm ta themi, do të thonë, gjysmën, dhe ka frikë se imami çohet nga ruku, dhe kështu e humb reqatin, atëherë shkon në ruku, edhe kjo do të thonë nuk i bën dëm. Shkon në ruku dhe nuk i bën dëm. Dhe po ashtu edhe ai i cili e haron me e lexu, ose është ignorant, bie prej atit dhe namazi i tij është në rregull. Edhe Sheh Fozani hafidhahullah, thotë Sheh Fozani hafidhahullah se pyetja do më thonë është, nëse hyn dikush në namaz, duke qenë imami në këmbë dhe fillon me lexu suratul Fatiha dhe imami shkon në ruku, a duhet me e përfundu ose me shku në ruku? Do më thonë, a duhet me përfundu suratul Fatiha pastaj me shku në ruku ose si me vepru? Sheh Fozani hafidhahullah i thotë, e ka wajib me shku në ruku dhe me pasu me ndjek imamin, edhe nëse nuk e ka përfunduar el Fatiha, ajo bie prej atit. Edhe Sheh Fozani thotë, leximi i imamit është i mjaftueshëm për ai i cili falet pas imamit, dhe kjo është mendimi i një pjesë të madhe të dietarëve. Kjo është sa i përket sura el Fatiha në namazin me zë. Megjithatë, khilafi është këtu shumë i rëndë, shumë i fortë, sepse edhe ata që kanë argumente me lexu si Imam Ahmedi, si Imam Shafiu, po i dëgjojmë vetëm argumentet e tyre, mendojmë se ashtu duhet me vepru. Barakallahu fikum. Kjo çështje, siç e thot Imam Al-Albani, khilafi është i hershëm. Khilafi është i hershëm dhe i fuqishëm. Edhe nuk është çështje prej çështjeve që duhet njeriu me fillu tash, jo ti pse e bon ashtu, unë ndryshe, tash ta akuzojmë njërin tjetrin. Por tash do e shohim edhe Ibn Abdul Hadi rahimullah sjell të gjitha argumentet, edhe për pro leximin e suratul Fatiha, edhe për mos leximin e suratul Fatiha në namazin me zë. Pse? Se Ibn Abdul Hadi rahimullah, sikurse don me thënë ty dhe mu, ja talibul ilm, o kërkuesi i dijes, o kërkuesi i argumenteve, unë ti sjell tash çështjet, ti tash nëse je kompetent, hulumto. Hulumto do më thonë, dhe në bazë të kërkimeve kështu me radhë, do më thonë bie ta përfundosh, do më thonë, edhe plus ka mundësi që dikush me pas një mendim për një periudhë, pastaj me ndryshu, edhe kjo ndodh. Se ne kena pa, do më thonë, të mendimet e Imam Ahmedit rahimullah dhe edhe të Imam Shafiut rahimahullah, thonë do më thonë, kjo është mendimi i dytë të Imam Ahmedit. Ose bile mendimi i tretë në këtë mesele. Do thonë pse? Kur i kanë arritur argumentet ma të fuqishme, atëherë do më thonë s'kan hezitu me ndryshu, jo me thënë po jo do thonë njerëzit kështu, jo po pse isha unë ashtu, tash do i përmbahem asaj. Edhe nëse argumentet janë ndryshe. Si të çështja do më thonë edhe ilah dhe rap ato çështje që kemi pas dhe kemi do shta te disa njerëz. Jo tash edhe nëse sjellin këta edhe dietar, edhe fjalor, edhe Tabari, edhe Ibn Kathiri, edhe Saadi, edhe kështu, jo unë i qëndroj kësaj. Pse? Se ndoshta do thënë ata tjerit, jo po ti tash pse ndryshove mas 20 vjet. Jo ka ardhur argumenti, so problem. Ku është problemi këtu? Pastaj hadithi i radhës, hadith po ashtu të Ebu Hurejrës radiallahu anhu, ku thot, la tujziu salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab. Nuk shpërblehet namazi ku nuk lexohet Fatihatul Kitab, do të thonë suratul Fatiha, nuk shpërblehet namazi. Po thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah për këtë hadith, wa qad u'illa, do të thonë ka një defekt ky transmetim. Ka do të thonë defekt, ka do një dobësi. Prandaj do të thonë e ka përmend çështjen wa qad u'illa. Pastaj hadithi i radhës, edhe plus kjo la salata limen lem yaqra bi ummil Quran, nuk ka namaz për atë i cili nuk e lexon do të thonë nënën e namazit. Po, si? Nënën e Quranit, afwan, barakallahu fik, ahsan. Bi ummil Quran do të thonë nënën e Quranit. Kjo përfshin farzet dhe nafilet. Do të thonë nuk mund të tash dikush me thonë me na ardh, jo punë kam çkit qëndrim vetëm gjatë
farzeve, nafilet lidhem aty edhe nëse s'lexoj asnjë sen ose tham subhanallah, alhamdulillah dhe shkoj në ruku. Jo, suratul Fatiha domethënë është rukën, sipas mendimit të Imam Ahmedit dhe Imam Shafiut rahimullah, në namazin e farzit dhe po ashtu edhe në nafilet. Kurse pas suratul Fatiha është domethënë çdo gjë mustahab. Kjo domethënë na jep neve që donjëherë për shembull ndodh ti je rrugës me kamion fadil në ato bjeshkat e Evropës atje. Domethënë është koha ftoft për shembull. Edhe ndalesh në një autostradë. Edhe ka domethënë të ftoft. Po shi do shta e kështu me radhë, por atëherë mundesh të mjaftohesh vetëm me suratul Fatiha. Domethënë e fal drekën ose ikindin, ose akshamin, ose yatsin e kështu me radhë, ose sabahun, vetëm me suratul Fatiha. Edhe namazi është në rregull. Namazi është në rregull. Çka vjen pas suratul Fatiha është domethënë mustahab. Është domethënë në mustahab. Siç që do shohim domethënë pastaj në mësimet e radhës. Pastaj hadithi i radhës 229 thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رواه البخاري. Enesi radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe Abu Bakri radiallahu anhu dhe Omeri radiallahu anhu e fillojshin namazin, domethënë pas tekbirit fillestar, se kjo është ba'id, dikush mundet me e kuptu me këtë kuptim të shtrembër, i shtrembuar, që kanu yeftetihuna as-salah. Domethënë e fillojshin namazin me elhamdulillahi rabbil alamin, që kështu bëhet tekbirin fillim. Kanu yeftetihun, e fillojshin namazin. Po ky fillimi i namazit është këtu për qëllimin, domethënë pas tekbiratul ihram. Pas tekbiratul ihram. Ka dikush domethënë që ka dobësinë gjuhën arabe, s'ka mësuar prej dietarëve, e lexon hadithin, ose vetëm e ka mësuar gjuhën arabe. Me e pa hadithin, vetëm nga aspekti gjuhësor, atëherë mendon se namazi fillohet me duke ngrit duart dhe me thënë elhamdulillahi rabbil alamin. Edhe vjen ai thot, shiko, kana an-nabiu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, o thon këton më shumë për këtynve. Janë do thon kokat e Islamit deri në ditën e gjykimit. Atëherë marroj muhabetin. Po kjo është për qëllim do thon pas do më thon në tekbirit fillestar. Dhe këtu ku jemi, ose kur jemi do më thonë këtu te kokat e Islamit, deri në ditën e gjykimit, bi idhnillahi ta'ala, pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj Abu Bakri radiallahu anhu, pastaj Omeri radiallahu anhu, në një takim në Medinë, Sheikh Arafati hafidhahullah i ka përmend këto 3 koka e Islamit dhe ishte në një rast kur ishte çështja e hijretit. Se Sheikh Arafati hafidhahullah na ka motivu gjatë gjithë kohës në Medinë dhe na ka nxit gjatë gjithë kohës në Medinë për hijret. Edhe kjo tregon domethënë se shejhu është në këtë çështjen e hijretit shumë i ndikuar nga Sheikh Rabia. Se prej dietarëve që më së shumti kanë folur për hijret në kohën tonë, Imam al-Albani rahimullah dhe Imam Rabia hafidhahullah. Mos lasim për ikhwancat që thonë ju jeni deputetat tona që kur shkoni ambasadorat thonë ata, ju jeni ambasadora që në Zvicër edhe në Francë. Ku e di çfarë pralla u tregojnë edhe din, u thonë vazhdoni atje. Jo, do më thonë, e kanë muslimant obligim. Edhe shehu e përmendi këtu do më thonë atë çështjen se nuk është turp, nuk është mare me jetu njeriu i varfër. Tha një natë prej netëve në Medinë ka dalë pejgamberi alayhi salatu wasallam për shtëpisë së tij dhe nuk e ka qitur vetëm se uria. Mazni vakat edhe Abu Bekri radiallahu anhu dhe i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam çka qiti ti prej shtëpisë, i thot uria, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe mua po ashtu të njëjtën gjë. Mazni vakat dele dhe Omeri radiallahu anhu dhe e pyesin pse dole, prap thot uria më qiti prej shtëpisë, s'në qëndrojsha domethënë i ulur ose i shtrirë. Thot Sheikh Arafati, shikoni këta 3 burra janë kokat e Islamit deri ila yawmil qiyamah.
dhe në çfarë gjendje janë, do thonë që nuk kanë në shtëpitë e tyre kafshatën e bukës. Një kafshat nuk e kanë. Një kafshat nuk e kanë. Barakallahu fikum. Pastaj, hadithi 230, warawa muslimun, sallejtu, prap Enes radiallahu anhu këtu, sallejtu khalfa nëbiji sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana, فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. Por وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدرقطني فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر وزاد ابن خزيمة في الصلاة. Te muslimi, do të të sahih muslim, thot Enes radiallahu anhu, se jam falur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bakrit dhe Omerit dhe Uthmanit radiallahu anhum. Dhe të gjithë e fillojshin namazin me, do më thonë leximin me za, të namazet me za, me elhamdulillahi rabbil alamin. Do thonë këtu vjen prap të një khilaf prap shumë i rand, që është çështja e Bismillahirrahmanirrahim, a lexohet me z ose pa z? A lexohet me z ose pa z? Thot Enes radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe tre xulefa ar-rashidin ridwanullahi alayhim e fillojshin namazin, do thonë me elhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna, dhe nuk e përmendshin, do më thonë, nuk e fillojshin me Bismillahirrahmanirrahim, as në fillim të namazit e as në fund të namazit. Kjo as në fillim të namazit, as në fund të namazit, do thonë në fillim të namazit qartë është, do thonë para se me lexu, para se me fillu suratul Fatiha. Po çfarë është për qëllim në fund të namazit? Fund të namazit është për qëllim, këtu do thonë, kur e fillon surën tjetër me lexu, atëherë prap edhe aty nuk e thojshin Bismillahirrahmanirrahim, do më thonë me za. Sepse te rivajeti i Imam Ahmedi dhe Nesai dhe Ibn Khuzema dhe Daraqutni, thuhet se kanu la yajharun, do më thonë nuk e thojshin Bismillahirrahmanirrahim me za. Nuk e thojshin me za. Do të thotë, do më thonë, e kanë thënë, do më thonë, po me zë të ullët, që ata që falen pas tyre nuk kishin mundësi me e dëgju. Dhe ka një transmetim tjetër të Ibn Khuzejmës dhe Tabarani, se pejgamberi alayhi salatu wasallam në mënyrë, do më thonë, me zë të ullët e thoshte Bismillahirrahmanirrahim, po ashtu edhe Abu Bekri dhe Omeri, dhe thot Ibn Khuzejma, dhe kjo ka qenë në namaz. Do thonë e kanë thënë Bismillahirrahmanirrahim me zë, do më thonë, me zë të ullët. Imam Shafi'i rahimahullah, si që dhe shohim do më thonë tash në hadithin e radhës, e ka mendimin, do më thonë, që me lexu çdo herë me zë. Prandaj mos habitemi donjëherë nëse falemi mas dikën që e ndjek me dhepin Shafi'i, për shembull shkon në Indonezi ose shkon ndoshta në Siri për shembull. Atëherë ai fillon me Bismillahirrahmanirrahim. Jo ne do të thonë ti bërtitish aty subhanallahu me i thon ose diçka. Ai në rregull është. Sipas me dhepit që ndjek, është puna do të thonë në rregull. Por Sheikh Zejdi rahimullah thot se ajo që më së shumti duhet të praktikohet, edhe Sheikh Abadi hafidhahullah, ajo që më së shumti praktikohet është me thënë Bismillahirrahmanirrahim pa zë. Dhe nga një herë me thënë edhe me zë. Nga një herë do më thënë edhe me zë. Dhe ky hadithi, që është tash që do mësojmë, që do lexojmë hadithi e Ebu Hurajras radiallahu anhu, ky hadith do më thënë është që e ka praktikuar Ebu Hurajra radiallahu anhu një gjë e tillë që ka thënë me zë, thotë që Habadi hafidhahullah është nga aspekti i
të mësuarit, të mësojnë të tjerëve. Ju duhet ta dini se lexohet Bismillahirrahmanirrahim, po lexohet pa z. Po unë va lexoj juve me z tash që ta mësoni, që ta dini. Kjo është domethënë në aspekti I argumentimit të atyre dietarëve që e kthejnë hadithin e Ebu Hurejras radiallahu anhu. Pse? Se thot e ka bë domethënë për me mësu të tjerë, e jo që e ka bë domethënë një gjë e tillë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe thot këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah, wa an Nuaym al-Mujmir qal sallaytu wara'a Abi Hurairah radiyallahu anhu fa qara'a bismillahir rahmanir rahim ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة لعله بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتو Nuaym al-Mujmir, Nuaym ibn Abdillah al-Mujmir radiallahu anhuma, thot se jam falur pas Ebu Hurejras radiallahu anhu. Edhe kjo tregon thonë se Nuaym al-Mujmir është tabi'i, pre tabiinëve. Dhe kjo tregon thonë se tabiinët kur u është dhënë mundësia që të falen mas sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, I kanë përcjell domethënë në vëmendje të lartë se çka thonë, çish veprojnë e kështu me radhë. Sepse ato burra e kanë pa pejgamberin alayhi salatu wassalam, si e ka fal namazin, si e ka kry haxhin, si e ka dhënë zakatul fitr, e kështu me radhë, domethënë ato e kanë pa pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe ajo ka qenë domethënë mundësi e madhe për ta që më mësu direkt për sahabëve ridwanullahi alejhim. Dhe el-Mujmir e ka marr këtë nofk, Nuaimi el-Mujmir nga veprimtaria I babait të vet, që ka qenë sahabi Abdullah el-Mujmir. Abdullah el-Mujmir kana yujammir masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë yujammir e bonte me bukhur. Do më thonë me erë. E parfumoste xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe kjo si shkaku I kësaj e mori nofkan do më thonë el-Mujmir. Ai do më thonë I cili e parfumos xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte një gjë do më thonë që kishte vlerë do më thonë mirëmbajtja e xhamis dhe që të ketë në xhami do më thonë erë të këndshme. Dhe si shkaku I kësaj punës do më thonë e ka marrë këtë nofk do më thonë el-Mujmir, ai I cili do më thonë e parfumos xhamin, xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tash kjo është bërë njohur me këtë nofk el-Mujmir. Ai e ka pas tash nuk hulumtovon fejl, si e kanë pas atë nesep, preardhjen, nga cili fis e kështu me radhë në Medine, ose jashtë Medines, por të njerëzit është bërë njohur si el-Mujmir. Dhe nuk themi tash, jo po pse parfumgjiu tash, si I vjen do thonë sipas gjuhës son, me thonë si parfumgjiu do më thonë. Jo po pse ka marrë këtë emër, mos ka dash të fshehet diçka, mos ka dash me manipulu. E kuptuat? Kjo është do më thonë. El-Mujmir. Nesër do një emër tjetër. Nëse kërkojmë tash për shembull kthehemi te librat e për sahabët që janë shkruar të pejgamberit alayhi salatu wassalam, atë do shajë do më thonë se atë fisin e ka pas ndryshe. Ama është bo më I njohur me çka do më thonë nofk, el-Mujmir, mbas të veprimtarisë që ka vepruar. Çka thot Nuaimi rahimahullah, jam falur pas Ebu Hurejras radiallahu anhu. Dhe fa qara'a bismillahirrahmanirrahim, dhe lexoj me z, do më thonë bismillahirrahmanirrahim. Kjo tregon do thonë se ka qenë një namaz ku falet namazi me z. Do më thonë akshami, yatsia, sabahu. Se ndryshe ku ta kupton taj se e ka lexu bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an. Pastaj e lexoi do thonë nënën e Kur'anit, suratul Fatiha.
hatta idha balagha wala ad-dallin qala amin. Derisa ku arriti domethënë te fjala Allahu subhanahu wa taala dhe jo në rrugën e të devijuarve, atëherë ka thënë Ebu Hurajra radhiyallahu anhu amin. Wa qala an-nasu amin. Dhe njerëzit kanë thënë domethënë amin. Thënia se amin do vin tash edhe një hadith për vlerën e kësaj çështjes. Edhe e përmend Sheikh Zejdi rahimullah këtu hadithin që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë më së shumti që çifutet në kanzili është thonja e amin pas leximit të suratul Fatiha pas imamit dhe çështja e dhënies së selamit. Do thonë çifutet në kanzili, çifutet në kanzili, domethënë për këto dy çështje. Për çështje edhe për fen si fen në përgjithësi, por edhe në mënyrë specifike për këto dy çështje. Thonja e amin pas leximit të suratul Fatiha dhe dhënia e selamit. Sheikh Abadi hafidhahullah thot se thënia e amin fillohet menjëherë sa fillon imami me e thënë. Menjëherë domethënë sa fillon imami amin me thënë, edhe ato që falen pas atit e bojnë të njëjtën gjë. E disa prej dietarëve thonë jo, imami duhet me përfundu me amin, pastaj ato që falen pas atit e thonë amin. Sepse ne jemi të urdhëruar ta ndjekim imamin. As të përputhemi jo, e as ta paratit me bot do një veprim. Po ta ndjekim do thonë pasi që e mbaron ai, ta themi edhe ne. Po ajo që thot Sheikh Abadi bi'idhnillahi ta'ala është sakta. Këtu të çështja e besmella, medhepi Abu Hanifës dhe medhepi Imam Ahmedit rahimahullah, në çdo namaz besmella, bismillahirrahmanirrahim, nuk e thot me zë, në çdo namaz. Kurse Imam Shafi'i rahimahullah e shef në bazë të këtij hadithit të Abu Hurajras radhiyallahu anhu, se Abu Hurajra radhiyallahu anhu u thot në fund të masi që i ka fal, i ka prinë në namaz, u thot inni la ushabbihukum salaten la'allahu bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Unë do të them me këtë namaz, Allah shpëlbej. Unë me këtë namaz do të them u përngjasoj juve namazin e pejgamberit alaihi salatu wasallam, që do të thotë do të them se këtë formë të namazit unë e kam patë pejgamberi alayhi salatu wasallam, që pjesa e saj është që ka lexuar bismillahirrahmanirrahim me zë. Edhe kur thot në fund, këtë namaz unë u përngjaj juve ose e emitoj unë në këtë namaz pejgamberin alayhi salatu wasallam, që do thotë domethënë edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka lexuar bismillahirrahmanirrahim me zë. Kjo kuptohet domethënë për hadithit dhe në bazë të këtij hadithit Imam Shafiu rahimahullah ka thonë në Bismillahirrahmanirrahim lexohet domethënë në namazin domethënë me zë dhe pa zë. Kurse medhepi Imam Malikut nuk lexohet në asnjë lloj namaz. As me zë, as pa zë. Nuk e lexon Bismillahirrahmanirrahim, po hyn direkt domethënë te suratul Fatiha. Hyn direkt domethënë në sura Al-Fatiha. Edhe të çështja thot Sheikh Zejdi rahimahullah, a është tash Bismillahirrahmanirrahim ajet prej ajeteve të suratul Fatiha ose jo? Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, sipas mendimit më të saktë, është domethënë në ajet në vete. Mëse nuk është pjesë e suratul Fatiha, por është domethënë ajet në vete dhe po ashtu edhe si është përmendur domethënë në se siç është transmetuar domethënë në disa libra të Sunan, se një gjë e tillë domethënë ka qenë edhe për ndarjen midis sureve. Për ndarjen domethënë në midis sureve.
Pastaj hadithi 232 عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. Ubada radiallahu anhu transmeton se mi falur namazin e sabahut pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi alaihi salatu sa filloi me lexu në namaz dhe sikur se i u rëndua leximi. Ja rëndoi domethën dikush. Pastaj, pas përfundimit të namazit, i u drejtua pejgamberi alaihi salatu wasallam sahabëve dhe i tha, ndoshta dikush lexon pas imamit. Dhe të pranishmit thanë, po, o i dërguari Allahut, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam u tha, mos e veproni një gjë e tillë vetëm se me Fatihatul Kitab. Domethënë, mos e bëni një gjë e tillë që të lexoni në namaz, vetëm me lexu suratul Fatiha. Pas suratul Fatiha domethënë qëndroni të heshtur. Sepse pse vetëm suratul Fatiha që bon me lexu në namazin me zë, فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. Sepse nuk ka namaz për atë i cili nuk e lexon domethënë në suratul Fatiha. Pastaj hadithi 233 عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقموا صفوفكم ثم لا يؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فانصتوا رواه مسلم. Këtu hadithi radhës të Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka mbajtur një fjalim duke drejtuar ka sahabët ridwanullahi alayhim dhe u ka bërë të qartë sunnetin dhe u ka mësu namazin dhe u ka thonë për fjalëve që u ka thonë që i ka porositur pejgamberi alayhi salatu wasallam, kur doni të faleni, fa aqimu sufufakum, drejtojeni safet. Drejtojeni domethënë mirë safet. Fa aqimu sufufakum, pastaj dikush prej juve le të prinë namaz. Fa idha kabbara fakabbiru, kur bon tekbir boni edhe ju tekbir. Wa idha qara fansitu, dhe kur ai lexon ju dëgjoni me vëmendje. Kjo është domethënë tash argument për mos leximin e suratul Fatiha. Sa idha qara, kur ai lexon, fa ansitu, atëherë domethënë ju dëgjoni me vëmendje. Por ato dietarë që kanë mendimin se duhet të lexohet suratul Fatiha, idha qara fansitu e kanë shpjegimin për këtë hadith, thonë pas suratul Fatiha çka lexon imami, atëherë duhet me dëgju domethënë me vëmendje. Pastaj hadithi i radhës, hadithi عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع وسدي شو بقول فقاطين يعني تاش إن شاء الله نريب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافيني واهدني فلما قام قال هكذا بيدي
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. Te ky hadith të Abdullah ibn Abi Awfa radiallahu anhu thot se ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ka thënë unë s'di gjë prej Kur'anit. Unë s'di gjë prej Kur'anit, nuk di asnjë sen. Asnjë ajet. Shay'an, do të thonë shay'an është në formë të pasquar. Do të thonë asnjë sen s'din. Fa'allimni ma yujzini, më mëso diçka që ma kompenzon këtë që unë nuk di asgjë prej Kur'anit. Që namaz jenë tjetë në regull. Atëherë i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, thuaj subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Do më thonë, thuaj këto fjalë. Edhe tash është ky një argument që nuk është, do më thonë, suratul Fatiha këtu e përmendur. Që ata djetara, do më thonë që si Shekhe Al-Albani rahimahullah dhe edhe Shekhe Fuzani hafidhahullah, po edhe djetarë tjerë, ata bazon edhe të ky hadith. Po këtu thuhet se ka mundësi që ky njeri me qenë i freskët në islam. Sa ka hyrë në islam edhe s'din gjë. Ama ka ardhur koha e namazit, që patjetër duhet falet. Atëherë zguzon me lënë namazin, sepse nuk e din el-Fatiha. Atëherë çka duhet? Duhet do më thonë me i thënë këto fjalë. Edhe thënja e këtyre fjalëve, këto lutjeve që ja ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, thuhen një herë. Një herë do më thonë. Se ndoshta imami lexon ma gjatë, edhe ti ta marr mendja tash me i përsërit këta sa ma shumë. Jo, thuhen një herë. Në fillim do më thonë, i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, do thonë, kul, thuaj, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Atëherë pyetësi, i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja Rasulallah, hadha lillah, të gjitha këto që më mësove janë për Allahun. Do thonë, lartmadhërim. Lartmadhërim për Allahun subhanahu wa ta'ala. Famali, çka ka këtu për mua? Famali, çka ka këtu për mua? Edhe shikoni do të thonë sjelljen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, urtësinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, maturinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Jo tash më njerë me i thënë, po ti a je njeri dunjas, a nuk më mjaftoi kjo, a kjo, se ne i nxjerrin pasaj të gjitha. A i tha, famali, atër, pejgamberi alayhi salatu wassalam, ja dha atë që është për të, që është prapë që lidhen me fenë e ti dhe me dunjan dhe ahiretin e ti. I tha, thuaj, Allahume irhamni, o Allah më mëshiro, warzuqni dhe më furnizo, wa afini dhe më mbro, wahdini dhe më udhëzo. Dhe më udhëzo. Falamma qama kur u quajti ky njeriu, do të thonë me u largu, qala hakadha bi yadi. Do thonë thunë disa prej dietarëve se ka bo grusht me dorën e tij, do thonë është gëzu. Kur e ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam si e ka bo veprimin, ka thonë se ky njeri e ka mbushur dorën e tij me hajër. Do të shikoni erdhi njeri do më thonë që nuk dinte as suratul Fatiha. Në fund shkoi dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ky njeri me të vërtet amma hadha faqad mala'a yadahu min al-khair. E ka mbushur dorën e tij do të thonë me plot mirësi. Sepse me të vërtet këto lutje janë lutje madhështore, janë lutje madhështore. Sheikh Zejdi rahimullah thotë që këtu mundet me hy, do më thonë, me shpjegu hadithin që këto lutje vlejnë për dikën që është me mec ose i shurdhër. Po, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ajo që është thonë më së shumti në lidhje me këtë hadith, nga dietarët që kanë mendimin se duhet të lexohet suratul Fatiha në namazin me zë, pa zë do më thonë po se po, kanë thënë se këtu është për qëllim për një njeri i cili ka hy, sapo ka hy në islam. Sapo ka hy do më thonë në islam, dhe ka ardhur koha e namazit dhe s'din gjë prej Kur'anit, atëherë e bën një gjë e tillë,
Por, thot Sheikh Abadi hafidhahullah, la yajlis wala yata'allam. Nuk ulet edhe nuk mëson. Thot, unë i mora këto, jam rahat. Jo do më thonë, lodhet, angazhohet, mundohet, që sa ma shpejt me mësu suratul Fatiha. Që sa ma shpejt do më thonë, me mësu suratul Fatiha. Pastaj hadithi 235 dhe është hadithi i fundit të këtij mësimi sonte biidhnillahi taala. Është hadithi e Abu Hurajras radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Thot Abu Hurajra radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam kur thot imami amin thuani edhe ju amin. Se nëse përputhet amini i atit njeriut me aminin e të melaçeve, i falen atit mëkatet të kaluara. I falen atit mëkatet të kaluara. Kjo tregon domethënë se edhe melaçet që janë në xhami thonë amin. Nga ky hadith mësojmë do thonë ato melaçet që janë në xhami thonë pas leximit të suratul Fatiha, kur thot imami amin, edhe ata thonë domethënë amin. Siç e tham, ose thuhet sa po fillon imami amin, siç e thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, ashtu edhe ato që janë pas imamit fillojnë me amin, ose sepse te hadithi fa amminu, do të thonë idha ammana al-imam fa amminu, kjo aludon pas imamit thuhet. Pasi ai ta përfundojnë do më thonë aminin e vet, atëherë thuajeni ju amin. Sipas kuptimit të dytë që e kanë shpjeguar dietarët, edhe nëse përputhet amini i njeriu me aminin e melaçeve, atëherë i falen atit mëkatet të kaluara, dhe këtu i falen atit mëkatet të kaluara, do më thonë, është do më thonë me mëkatet të vogla. Se për mëkatet të mëdha, patjetër njeriu duhet të pendohet. Kurse mëkatet e vogla përfshihen domethënë në këtë hadith që është transmetuar nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu dhe mjaftojmë me kaq. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.